Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të shpjegojmë dhe do të flasim për lulen më të parë të pranverës. Ajo që me vërtet, sikur diellin do ta zbresi në tokë, ajo bimë që sikur zëri i parë i jetës pas heshtjes së gjatë të dimrit, është sikur shpërthen nga toka. Po kush është kjo? Është Agulicja, me emrin e saj shkencor Primula e veris. Agulicja jeton në ato zona ku ka lartësi mbi 1000 metra mbi nivelin e detit deri në pyjet e ahut dhe të pishës. 1500-1800 metra mbi nivelin e detit, 2000 metra mbi nivelin e detit. Pse ka marrë këtë emër? Sepse Primula do të thot në shqip i pari, i hershmi. Veris do të thot e pranverës. Dhe kjo bimë është e tillë. Sa fillon të shkri bora në përshpatet e maleve, fillon kjo të na lajmëroj se jeta po fillon përsëri në tokë. Është një bimë shumë vjeçare që ka një gjethe vezake me një bisht të gjatë, të mbuluar me pak push, dhe pushi më shumë është që këto bimë që rriten maja malesh të mos kenë koeficient të lartë të avullimit të ujit, pra të mos thahet gjatë verës. Kërceli i saj është afërsisht 15, por mund të shkojë deri në 25 cm, i mbuluar me pak push, ndërsa në fundin e bishtit përfundojnë 5 deri në 6 lulesa me ngjyrë të verdhë të kapsuluara në një kup të gjatë gati 7-8 mm. Në zonat e veriut i thon lulja 5 gishtse ose 6 gishta, dhe është një lule e mëndafsht që me atë butësinë e saj, sikur bën që të ofroj shërim në trupin e njeriut. E ndërsa kjo bimë qel ndër më të parat dhe është me të vërtet lajmëtar i pranverës, do të shikojmë cilët janë pikërisht përbërësit kimik të kësaj bime, që në këto kupolat e verdha, në këto kupat e verdha të saj, çfarë fshihet në brendësi, çfarë fshihet në gjethet e saj dhe çfarë fshihet në rrënjat e saj që janë, si thuash, rrënjë gjufkore me një ngjyrë të bardhë të bukur, të bardhë të shëndritshme. Atëre, le të marrim përbërësit e parë të rrënjve të Primula e veris. Janë saponinat triterpene, dallohen me një sër veçorisht farmakologjike, duke përfshirë efektin sa anti-inflamator, po aq edhe analgjezik, pra qetësim dhe lehtësim dhimbjesh. Kanë një veti ekspektorante rrënjët e Agulices, pasi na ndihmojnë më së miri në nxjerrjen e sekrecioneve. Acidi Primula 1 dhe Primula 2, këto janë sapuninet triterpene më të studiuara në rrënjët e Agulices, dhe njëkohësisht në rrënjat e saj ndodhen edhe derivatet e acidit oleanolik. Përbërësit e gjetheve të luleve, le të vazhdojmë mëtej, janë glikozidet fenolike si primverin dhe Primula e verin, që japin aromën karakteristike lules, por duke qenë që janë glikozide, kjo lule po të përtypet me dhëmb, ajo na jep shihen sikur me të vërtet kjo përmban pak sheqerna në brendësi të saj. Këto të dy përbërës kimik që janë të identifikuara në gjethet, të lulet dhe në kërcel të saj, i japin kësaj jo vetëm atë aromën e veçantë, por njëkohësisht i japin vetit të fuqishme kurative. Së dyti, flavonoidet, ky grup i madh antioksidantësh, ofron përfitime shëndetësore si veti qetësuese të sistemit nervor. Përfshi këtu edhe Agulicen e mbrëmjes ose Agulicen e Darwinit, sëmundje të zemrës, përmirësues dhe ndihmues në sëmundjen e Alzheimerit, qetësimit të kollës, sëmundjet kancerogjene e të tjera. Flavonoidet mbizotëruese që ndodhen në këto janë quercitina, kaenferoli, rutina e të tjera. Gjethet dhe lulet janë të pasura me pak vajra esenciale. Pra, nëse do të distilohet, kjo mund të shkojë deri në 100 ml për 100 kg.
por nuk shfrytëzohet për vajrat esenciale, sa shfrytëzohet për praninë e vitaminës C, beta-karotenit pra që jep këtë ngjyrën, dhe minerale siç është për shembull kaliumi, kalciumi, natriumi, saponine e të tjera. Acidet fenolike që ndodhen tek gjethja, rrënjë dhe kërcelli, si acidi kafeik, acidi ferulik e të tjera, janë jo vetëm antioksidant të fuqishëm në organizëm, por janë edhe mbrojtës të qelizave, por njëkohësisht na ndihmojnë që të mbrojmë fortësinë e arterieve dhe të venave. Pra, një pastrues shumë i mirë i enëve të qarkullimit të gjakut dhe një fuqizues, një forcues i po këtyre enëve. Karotenoidet, të cilat janë pigmente natyrale që japin këtë ngjyrën e bukur karakteristike. Nuk e tham kot, një verdh e bukur si dritë dielli, janë mbrojtës të syve, përmirësues të shikimit dhe qetësues të dhimbjeve reumatizmale. Pra, nëse do ta shikojmë këtë lule së bashku me atë arnika montanën, me ato petalet e saj të përhapura, që të dyja na ndihmojnë për të qetësuar dhimbjet reumatizmale në kyçet. Atëherë, le të vemi, cila do të ishin përdorimet më të mira të lules së aguliçes dhe si kjo mund të kombinohet edhe me bimët e tjera. Nëse do të marrim rastin e parë dhe ne kemi një pagjumësi, një migren, një marramendje, një dridhje duarshe, kështu me radhë, mund të bëhen këto çajra. Së pari, mund të përdoret më vete dhe shumë pak e ëmbëlsuar me sheqer ose mjalt ose hiç fare, pasi ne e përmendëm që në brendësi të këtyre luleve ndodhen ato sheqernat, ato glikozidet. Nëse duam që të forcojmë fijet nervore, që mos të kemi dridhje duarsh, mund të marrim dhe të përgatisim çajin e parë. Për shembull, që është e mrekullueshme për forcimin e fijeve nervore dhe për të kufizuar, si të thuash, atë dridhjen që mund të na japi qoftë epilepsia, që mund të na japi Alzheimeri, që mund të na japin këto Parkinsoni e kështu me radhë, një vend të rëndësishëm duhet të zërë kombinimi i aguliçes me mentha piperita, pra me mendrën e butë, Melissa officinalis dhe hipofae. Ja si mund të përgatitet çaji i parë. Marrim afërsisht 600-700 ml ujë të nxehtë dhe në këtë ujë do të shtojmë. Pra, ne përmendëm aguliçen, ne përmendëm barin e bletës, mendrën dhe hipofaen. Atëherë, ja le të fillojmë së pari. Me një lugë gjelle hipofae, në vendin tonë, hipofae ndodhet në mollas të Korçës, në has të Kuksit. Një profesor me mbiemrin Cenalia e ka kultivuar atë me aq dashuri dhe përkujdesje për gjithë banorët e hasit. Është e mrekullueshme kjo, hipofae e tharë, një lugë gjelle. Do të shtojmë në të një lugë gjelle mendër të butë, mentha piperita. Edhe kjo është e mrekullueshme për të larguar jo vetëm kështu gazrat nga zorët e me radhë, por për të forcuar dhe për të frenuar dridhjen e mëtejshme të duarve. Pra, i bëm 2 lugë gjelle, marrim barin e bletës, është ajo Melissa si limon, Melissa officinalis, edhe kjo është po një lugë gjelle, dhe në fund do të shtojmë aguliçen. Pra, theksuam që kjo primula e veris do të marrim dhe do të hedhim për shembull një lugë gjelle aguliçe. Që të gjitha këto përzihen mirë në këtë ujin e nxehtë, afërsisht lihen 10-15 minuta dhe çaji për t'u pirë gjatë ditës është gati. Ky është, si thua, çaji i parë që neve mund ta përgatisim dhe ta përdorim për të pirë, duke përfshirë për të gjitha problemet nervore, por njëkohësisht edhe ndonjë problem të fryrjes së barkut dhe të zorrëve. Mbas 10-15 minutash, ky çaj ju do të vini re që do të jetë gati. Çaji i dytë. Aguliçja është me të vërtet një tonik i mirë për zemrën dhe nervat. Është i mrekullueshëm për pastrimin e gjakut dhe kundër infarktit të miokardit. Dhe tashi si mund të përgatisim një çaj që të jetë tonik
për zemrën dhe njëkohësisht qetësues i nervave dhe pastrues i enëve të gjakut. Le të kujtojmë se për aguliçen edhe Shakespeare ka folur gjatë për të. Dhe jo rastësisht, vetëm fal vlerave të saj kurative. Atëre, do të marrim 1 litër ujë të nxehtë dhe do të shtojmë nga 1 dorë lule murrizi. Murrizi duhet të jetë nga ai që në brendësi të tij ka vetëm 1 bërtham. Pra, Crataegus monogynia, 1 bërthamor. Afërsisht 1 lugë gjelle me murrizin lule. 1 lugë gjelle çaj radhiqeje, ose 1 dorë, ose nga 1 lugë gjelle. Pra, marrim gjethet e radhiqes të thara. Do të shtojmë nga çaji i hithrës përsëri 1 lugë gjelle. Dhe në fund, afërsisht do të marrim 1 lugë gjelle me lulet e aguliçes, të cilat vendosen këtu në brendësi të kësaj mbyllet. Dhe pikërisht këtu së bashku, ne do të bëjmë nga një lëvizje, që pak e nga pak këto lulet të na lëshojnë tek çaji këtu, gjithë ato fitokimikatet që ndodhen në brendësi të tyre. Pra ky le të themi është çaji i dytë që është i mrekullueshëm për të forcuar punën e zemrës dhe për të qetësuar përsëri sistemin nervor. Le të marrim dhe të vazhdojmë më tutje. Mund të përgatisim në kushte shtëpie 1 locion për pastrimin e fytyrës, të akneve, të njollave kafe që mund të na krijojnë në fytyrë. Atëre, si do të veprojmë? Marrim afërsisht çajin, këtë ujin e nxehtë, dhe do të hedhim në të petale trëndafili. Do të shtojmë në të, pra 1 lugë gjelle me aguliçe. Do të shtojmë petalet e trëndafilit, afërsisht 1 petale trëndafili e gjitha. Dhe do të shtojmë gjithashtu 1 lugë gjelle me livando. Pra, kemi hedhur aguliçen, kemi hedhur petalet e trëndafilit, do të shtojmë edhe 1 lugë gjelle me livando. Me këtë çaj, ne do të përgatisim 1 locion për fytyrën. Mundet që të marrim dhe ta bëjmë një shplarje të fytyrës 1 ose 2 herë në ditë, dhe mbas kësaj ne do të vëmë re që fytyra do të jetë më e butë, më elastike, më fëminore. Mbasi kemi mbaruar me këtë çajin. Pra, le të themi, mbasi kemi vendosur çajin në fytyrë, e lëm të thahet, menjëherë pasi është tharë, mund të vendosim ose një krem me sheg, ose mund të përdorim një krem me qumësh gomarice. Pra, ushqyes të lëkurës. Nëse do të kemi për shembull një shtrëngim në zemër, një aritmi, një çrregullim në funksionin e saj, le të mos të kursejmë likopsin, i cili është i mrekullueshëm me të vërtet të qetësimit dhe të shërimit të një aritmie të zemrës, por duke parë njëkohësisht edhe shkaktarin e saj, sepse mund të kemi një tepritës të jodit në gjak, pra kur TSH-i mund të jetë në vlerat më pak se 0/2, mund të jetë 0.01, 0.05 e kështu me radhë, dhe në këto raste bima e likopsit është e mrekullueshme, pasi na ndihmon në përmirësimin e funksionit të tiroides dhe njëkohësisht heq atë aritmin në zemër. Pra, mund të marrim një çaj, ku të hedhim për shembull në 1 litër ujë, 1 dorë me murrizin lule. Mund të marrim 2 deri në 3 fije ose 1 lugë gjelle me likopsin. Pra, ja bima e likopsit, hidhet tek çaji dhe është e mrekullueshme.
Mbas kësaj, shtojmë pra tek çaji që duam, lulen e aguliqes, pra që mund të hedhim nga këto lulet ose nga këto, nuk ka asnjë rëndësi, ose lulet e aguliqes së tharë. Përgatitet ky çaj dhe mund të shtojmë nëse ka edhe fryrje barku dhe zorrësh, ndoshta edhe një lugë gjelle me lulen e shtogut. Pra, murrizi, aguliqja dhe likopsi janë ndër të parat që duhet të jenë të pranishme tek ky çaj për të qetësuar aritminë në zemër. Përgatisim një tonik për zemrën duke vepruar si më poshtë. Hedhim në një kavanoz rreth 700 ml 50 gram lule aguliqe. Do të ishte mirë që kjo të jetë e tharë. Do të shtojmë në të 10 deri në 15 gram rrënjën e sanzës, Gentiana lutea. Në gjithë zonën veriore i thon ndryshe sanzës bari i zemrës. Kjo është një rrënjë me të vërtet shumë tonike që ndryshon në organizm ritmin e punës së tij, përmirëson dhe strukturon mrekullisht mirë, duke filluar që nga sistemi i tretjes, që nga detoksifikimi i mëlçisë, edhe deri tek forcimi i tonit të punës së zemrës. Mund të themi shumë herë më mirë edhe se lulja e murrizit. Atëherë, bëjmë këto të dy përbërësit, shtojmë në të 50 gram mjalt, pra 50 gram mjalt janë afërsisht 2 lugë gjelle. Krahas kësaj, do të shtojmë 700-750 ml, ose shkurt, ky kavanozi do të mbushet me verën e bardhë. Mbasi shtohet vera, do të mbyllet dhe praktikisht do të veprojmë në këtë mënyrë. Do ta tundim mirë në mënyrë që mjalti të fillojë të tretet pak e nga pak, kështu. Do të lihet 10 deri në 15 ditë dhe mandej do të përdoret 2 deri në 3 lugë gjelle në ditë. Sa herë që mund të kemi shtrëngime të zemrës në krahoror, sa herë që kemi ndonjë çrregullim të aritmisë, sa herë që kemi një dobësi trupore, një këputje trupore, kjo do t'ju ndihmonte më së shumti mrekullisht mirë. Pra, sot ne folëm për aguliqen, lulen e parë të pranverës, lulen që sikur diellin do ta zbresi në tokë, dhe atë që sikur thot se ja jeta tashmë pas një dimri të acartë, filloi që të rizgjohet përsëri. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe mos harroni na ndiqni në kanalin ton për një shëndet më të mirë për trupin tuaj. Mirupafshim në emisionin e radhës.